muskuloskeletal përbën rreth 90% të tumoreve të këtij distrikti. Për fat të keq, kirurgjia mbetet akoma terapia bazë për këtë lloj sëmundjesh, pavarësisht emancipimeve të pafundme që ka bërë shkenca në këtë fushë. Pranë spitalit ton ka një ekip multidisipliner i cili kujdeset për pacientët në të gjitha fazat e sëmundjes. Mbetet një plagë për shoqërinë tonë, sepse akoma ka një hezitim për paraqitjen tek mjeku, qoftë për frikën ndaj gjymtymeve që mund ndodhin nga trajtimi kirurgjikal i tyre, të cilat në ditët e sotme për shkak të emancipimit shkencor kanë arritur të trajtohen në mënyrë optimale. Erni të kryeni vizitat në kohë. Mos neglizhoni fenomene të ngjyrës së zërit, gjakredhje nga goja apo nga hunda, plagë që nuk shërohen në gojë, plagë që nuk shërohen në buzë, lezione me ngjyrë të errët në lëkurë. Trajtimi në kohën e duhur sjell shërim ndaj këtyre patologjive.